Partia Demokratike në pushtet dhe në opozit ka qenë dhe mbetet totalisht e vendosur të luftoj çdo formë diskriminimi, e aq më tepër diskriminimin midis burrit dhe gruas, nënës dhe babait, motrës dhe vllait, por dhe diskriminimin për shkaqe të tjera ndër të cilat për orientimin seksual. Në këtë kontekst, Partia Demokratike ka miratuar një nga ligjet më të mira të kohës, i cili i jep përgjigjen më të mirë çdo forme diskriminimi në këtë vend. Por në rast se i referohemi vetë direktivave të Bashkimit Evropian, të përmendura në relacionin shoqërues të këtij ligji, sipas ekspertëve të drejtës europiane, dele qartë se asnjëra prej këtyre direktivave nuk përmend identitete gjinore apo shprehje gjinore, apo përkatësi të shumëfishta, absolutisht asnjëra. Por kundazi, këto direktivat Bashkimit Evropian që citohen në fund të vetë projekt ligjit, sipas ekspertëve që i kanë studiuar ato, e kanë që në titull konceptin binar dhe natyror të grave dhe burrave. E drejta e Bashkimit Evropian në këtë fushë është ndërtuar mbi një parim të vetëm dhe të pandryshueshëm, barazin ndërmjet grave dhe burrave. Ky është standardi evropian i vetëm i pranuar dhe juridikisht nga të gjitha shtetet anëtare. Ekspertët e të drejtës europiane që kanë studiuar këto direktiva kanë gjetur se direktivat e vërteta që formojnë bërthamën së drejtës europiane për barazinë gjinore, direktiva 797 KEE, direktiva 2006-54 KE, direktiva 2004-113 KE dhe më në fund direktiva e vitit 2023-970 BE, janë të gjitha ndërtuara mbi parimin e barazisë midis burrave dhe grave pa asnjë referencë ndaj nocioneve ideologjike të gjinisë së vetë përjetuar apo identitetit jo binar. Në këtë kuadër, Gjykata e Drejtësisë Bashkimit Evropian është e qartë në çështjen C 4023 fraksion 04 Richards, theksoi se përcaktimi i kushteve për njohjen e ndryshimit të gjinisë është kompetencë e shteteve anëtare dhe jo një detyrim që buron nga e drejta e bashkimit. Me fjalë të tjera, Bashkimi Evropian nuk imponon uniformitet në çështje e identitetit gjinor dhe çdo shtet ruan të drejtën e vet sovrane për të përcaktuar se çfarë nënkupton gjinia në rendin e tij juridik. Le t'ju referohemi fakteve. 21 nga 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian njohin vetëm identitetin binar gjinor, mashkull dhe femër, si kategori ligjore. Pra, dhe në nivel individual të shteteve anëtare të BE-s, realiteti ligjor brenda vetë tyre është i qartë dhe i pamohueshëm. Shumica dërmuese e vendeve anëtare njohin vetëm identitetin binar gjinor, pra ndarjen natyrore dhe juridike midis burrit dhe gruas. Vetëm një pakicë e kufizuar shtetesh kanë futur në mënyrë eksperimentale një kategori të tretë ose neutrale, por teksti modelit shqiptar është shumë më ekstrem ideologjikisht se dhe legjislacionet e këtyre pak vendeve që njohin gjininë neutrale. Ky realitet faktik dhe juridik tregon se standardi detyrueshëm evropian për njohjen e identiteteve të shumëfishta gjinore nuk ekziston dhe se e drejta e Bashkimit Evropian dhe ligjet e vendeve anëtare të BE-s janë binare. Ato nuk i njohin shtetit asnjë të drejtë të ndërhyjë në biologji, antropologjinë, as dhe ndërgjegjen e njeriu. Në këtë dritë, miratimi një ligji që imponon terminologjinë e identiteteve të shumëfishta gjinore në Shqipëri nuk është për afrim me Bashkimin Evropian, por është aberacion prej tij.
Shqipëria miraton një kornizë ligjore që asnjë vend antar nuk e ka, duke futur në sistemin e vet një element ideologjik që nuk gjen as precedent europian dhe do të përbënte një eksperiment të madh tragjik, social dhe juridik që rikthen në një format të ri kushtetutën famëzesë të vitit 1976, e cila ndaloi lirinë e besimit dhe ndërgjegjes dhe shpalli si vetëm një ideologji të pranueshme ateisto-materialiste, duke dënuar çdo ideologji që nuk përputhej me të. Dëshmi e saj janë sot për herë të parë në historinë e pluralizmit shqiptar protestat para parlamentit të komuniteteve të mëdha fetare, të cilët kanë kundërshtuar me dokumenta dhe me në fund përfundon në protesta këtë ligj, i cili në një farë mënyrë shthur gjinin në Shqipëri. Në fund duhet kujtuar ajo që ka theksuar vetë Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut, çështja Goodwin kundër Mbretërisë së Bashkuar 2002. Liria dhe barazia duhet interpretohen në dritën e nevojës për ruajtjen e rendit moral dhe të drejtës natyrore në një shoqëri demokratike. Po kështu, ne nani Konvencion Europiane për të drejtat e njeriut e njeh këtë si një të drejtë themelore, duke theksuar se çdo kush ka të drejtë të ketë dhe të shpreh besimin e tij fetar, individualisht ose kolektivisht, në publik apo privatisht. Mirë po, projektligji i vën rrezik këtu të shtyllë kryesore të lirisë së besimit. Ai krijon një situatë të kërcënuese për ata që lexojnë Kuranin dhe interpretojnë familjen si mazvargjeve të tij, për ata që lexojnë Ungjillin dhe flasin për familjen sipas mësimeve të tij, për ata që lexojnë Talmudin dhe flasin sipas përcaktimeve të tij. Ndërkohë, dhe për çdo teolog që flet, që mbron parimin e krijimit mashkull-femër, të gjithë këta, për këto qëndrime, mund të përballen me padi për diskriminim gjinor sipas këtij ligji, vetëm sepse kanë shprehur doktrinën e besimit të tyre. Nëse fjala pra ky shqetësim i tyre u shpreh me disa dokumenta, me disa takime me parlamentar, dhe sfundi, pasi u hodhën poshtë kërkesat e tyre, përfundoi me një protest për herë të parë të gjitha komuniteteve fetare kundër këtij ligji. I garantoj se Shqipëria, vendi i tolerancës fetare, vendi besimeve, jo tre po dhe me shumë besimeve, që jetojnë në mirëkuptim të plotë, nuk do miratojë ndonjëherë ligj që detyroj komunitetet fetare të dalin në protesta para parlamentit kundër ligji. S'kthehemi mund të konkludoj se projektligji paraqitur në kuvend nuk ka si qëllim mbrojtjen e grave burra apo individëve nga diskriminimi, por hap rrugën për imponimin e një ideologjie të ekstremit të majt, post-marksiste sorosiane, më e rrezikshmja e kohës. Mohon realitetin biologjik, shtur kuptimin e gjinisë, krijon bazën ligjore për censur, kufizon liritë themelore të individit, lirinë e mendimit dhe shprehjes së tij, lirinë e besimit dhe shprehjes së tij. Dhe sfundi, ky ligj nuk ka për qëllim mbrojtjen e barazisë midis burrit dhe gruas dhe të orientimit seksual të ndryshëm të individit nga diskriminimi, por ka si qëllim përmbysjen e rendit demokratik juridik ekzistues që bazohet në vlerat dhe të vërtetat hyjnore, biologjike, tradicionale, miravjeçare, në kushtetutën, kodet, ligjet e vendit, konventat ndërkombëtare dhe i zëvendëson ato me rendin e ri ideologjik të ekstremit të majt, post-marksist, bazuar në ideologjinë çnjerëzore të shpërndarës me ligj. Projektligji për barazinë gjinore bie ndesh me frymën dhe gërmin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, rendin juridik në Kushtetutë,
Ligji asgjëson nenet themelore të kushtetutës si nenin 18, nenin 22, nenin 24, nenin 54 që garantojnë barazin përkatësisht, barazin para ligjit, lirinë e mendimit dhe shprehjes së tij, lirinë e besimit fetar, të drejtën e prindërve për të siguruar fëmijëve të tyre edukim moral dhe fetar në përputhje me bindjet e tyre. Kjo sepse neni 18 i kushtetues garanton barazin para ligjit pa dallim gjinie, duke ju referuar dy gjinive biologjike, mashkull dhe femër, si themeli i rendit natyror dhe juridik të shtetit. Projekt ligji me konceptet post-marksiste të identitetit të shumëfish gjinor dhe përkatësisë së ndërthurur, te i kalon kuadrin kushtetues de facto, rishkruan nenin 18. Së dyti, nenin 22 i kushtetutës që mbron lirinë e shprehjes dhe të shtypit, bie ndesh me dispozitat e projekt ligji që ndëshkon kriminalizon fjalën ndryshe. Sipas këtij ligji, çdo qëndrim që nuk përputhet me doktrinën post-marksiste të identitetit gjinor, kthehet në një formë censure me ligj që ndalon debatin, kërkimin shkencor, kriminalizon mendimin ndryshe, por dhe vetë ndërgjegjen, asgjëson demokracinë. Së treti, neni 24 i kushtetutës garanton lirinë e ndërgjegjes, mendimit dhe besimit fetar, dhe është rrezik drejt për drejt në këtë projekt. Në qoftë se një hoxh, në qoftë se një prif, siç thash më sipër, në qoftë se një pastor, do t'u lexoj sipas mësimeve të Kuranit, të Biblës, të Talmudit, parimet e familjes, duke referuar Evës dhe Adamit, burrit dhe gruas, ai rrezikon të marrë gjoba, të ndërshkohet gjerë në burr. Ky skenar absurd do të thotë se shteti, në vend që të garantoj pluralizmin fetar, moral, pluralizmin e mendimit dhe të ndërgjegjes, përpiqet të imponoj një fe të re që nuk pranon as kundërshti, as debat, as besim fetar, por vetëm në nështrim, pa pasur mundësi ta kundërshtosh. Në të njëjtën linjë neni 54 i kushtetutës, ju njeh prindërve të drejtën për t'u siguruar fëmijëve të tyre edukim moral dhe fetar në përputhje me bindjet e prindërve. Futja e edukimit gjinor me përmbajtje që promovon konceptet shumëfishta identitare, jo vetëm pa pëlqimin e prindërve, por dhe në kundërshtim me vlerat e tyre, përbën senim të drejt për drejt, jo vetëm të autoritetit prindor dhe familjes, por përbën një shtetësi të privatësisë dhe të drejtave themelore. Shteti në këtë mënyrë shtetëzon ndërgjegjen, shtetëzon fëmijët, formimin e tyre. Në thelb ky projekt ligj rrafshon vlerat e mëdha mbi të cilën bazohet familja dhe shoqëria me një imponim ideologjik i cili ka synim një rend të ri post familje bazuar në identitetet të shumëfishta. Kodi projekt ligji minon apo hedh poshtë kodet ekzistuese të Republikës, mbi të cilat bazohet rendi juridik. Kodi i familjes është një ndër ligjet më të ndjeshme, është një ndër ligjet më themelore për familjen dhe kundër diskriminimit të saj. Ky kod në nenin 7 përcakton qartësisht se martesa dhe familja bazohen në bashkimin midis burrit dhe gruas, duke njohur si shtyllë juridike, morale, realitetin biologjik mbi të cilin ndërtohet jeta e shoqërisë. Çdo përpjekje për zëvendësuar termin gjini me identitet shumëfish gjinor përbën një ndërhyrje të thellë ideologjike në këtë ekuilibër, sepse përpiqet të ndryshojë vetë për kufizimin. Ndryshimet të thella pëson kodi i punës, mësojnë ligjet për sportin, ligjet për shtetësinë dhe një sëri ligjesh të tjera. Faktikisht, ky ligj, ato që merr përsipër barazinë gjinore, jo që se garanton, por krijon një mori problemesh në emër të një rendi të ri post-komunist, të një ideologjie post-komuniste. Faleminderit.
Zoti Berisha, Marta Kos, komisionerja për zgjerimin, e ka konsideruar sulm të papranueshëm deklaratën tuaj për ambasadorin Gonzato dhe thekson se barazia gjinore është në linjë me direktivat e Bashkimit Evropian, sidomos për procesin e pranimit. Keni kërkim falje për ambasadorin? Tani, gjëja më e thjeshtë për mua është kërkoj falje. Por në qoftë se ambasadori Gonzato një deklarat të bërë publike vetë se kam qenë i martuar dhe djalin e vogël e kam 31 vjeç dhe tani jetoj me një partner ose jam i martuar me një burr. Dhe kjo deklarat u përdor nga unë në mënyrë absolute, pa asnjë intencion fyrje, sepse unë jam autori një ligji që i ka dhënë fund në mënyrë përfundimtare çdo formë diskriminimi. Atëherë, dhe i thash këtu që ai vetë ka qenë binar dhe pastaj ka ndryshuar mendje. Kjo nuk besoj se është, në qoftë se ripërsëris deklaratën që ka bërë vetë, unë nuk di se çfarë fyrje, unë s'kisha bërë asnjë hetim në jetën e tij, absolutisht, as merresh me jetën e asnjëriu, por e ndigjova e tha vetë dhe unë thash që ai ka bërë këtë deklaratë. Se si që nga fyrje kjo, unë këtë nuk e konceptoj. Kam përdor një deklarat, një gjë që e ka thënë vetë. Po në qoftë se aju e konsideron këtë fyrje, atëherë unë sigurisht do ta rikonsideroj qëllimin tim, i kërkoj të falur, s'kam asnjë hezitim, por nuk ishte për fyrje. Nuk përbën fyrje kjo. Faleminderit. Tani ata kanë vendosur që të mos vazhdojnë me. Po, këtu duhet më unë qëndrim të për mediat që është një informat për skenarin. Tani kur të mbaron ju se po shëndet kamera. Kur ta mbyllim? hajde, jo mbyllëm. Okej, jo, vetëm për t'ju bërë me dije shikuesve që vendimi është politik i Partisë Socialiste, në vijim të asaj sjellje që kanë patur në këto 2 muaj, që duan të kalojnë pa debat, pa diskutim, pa transparencë për qytetarët shqiptar, qoftë programin qeverisës, qoftë çështjet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve, çështjet që kanë të bëjnë me ujin, me energjinë elektrike, çështje kaq të rëndësishme siç është ligji për barazinë gjinore apo akti normativ për çështjet e ndërtimit e tjera. Tani që ne po flasim, është duke u zhvilluar një mbledhje farsë e kryesisë së grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Janë njoftuar në pushimin prej 30 minuta të gjithë deputetët e Partisë Socialiste që të vinë në seancë. Do të shihni një skenë të paraprogatitur nga Taulan Balla, ku do të kërkohet përjashtimi qoftë i zotit Berisha apo i ndonjë deputeti tjetër të PD-s për fyerje ndaj ambasadorit BE-s. Kjo nuk ka ndodhur, është një inskenim i organizuar qoftë nga ministri Gogu apo qoftë nga Taulan Balla. Do të shikoni justifikimet pa numërta për të kaluar seancën direkte në votim. Dhe do të shihni që ligjet e rëndësishme të paraqitura ditën e sotme, projekt ligjet, do të kalojnë të gjitha pa debat dhe do të kalojnë në votim pasi po priten që të mblidhen deputetët e PS-s. Ky është një skenar i paraprogatitur, ne e kemi thënë me 10 herë. E rëndësishme është që unë po ja u them tani që të dini që këtu ka 2 palë qartazi të ndarën qëndrimet e tyre në raport me interesin qytetarëve. Është opozita dhe PD-ja që do debat, do diskutim, do transparencë, do të flasë për hallet dhe problemet e qytetarëve, dhe është Partia Socialiste që ka alergji nga parlamenti dhe sigurisht duan të kalojnë çdo projekt ligj, siç kanë kaluar buxhetin vitin e kaluar në 4 minuta, apo siç kaluan programin këtë vit në vetëm 20 minuta. Kaq kisha, doja t'ju paralajmëroja për çfarë do të ndodh pak minuta më pas në sallën e parlamentit. Faleminderit. Faleminderit.